Besojmë që andej do jenë çdo herë. Do të thënë, djalin nga Tetova bonit që realisht tër shqiptarët anë mban botës me këndu, sidomos pjesën e refrenit, po e them kështu edhe me përjetu e me shiu në maksimum. E ke prit kur keni fillu qysh në notat e para të kësaj këngë që kjo këngë do të bëhet kaq virale? Kur e kam kriju, vetëm refrenin ka qenë e para. A kam prit. Normal që çdo herë kur e krijosh një këngë, ke ato emocionet e asaj këngë që thua, është shumë e bukur, do arrihet. Te kjo këngë do arrihet diçka, po çka nuk e dish. Asnjë, se je një artist i ri. Po sa i përket pjesës që si e ka pritur publiku, këtë e kam ditë që ai që do e dëgjoj, do e pres shumë mirë edhe me mesazhe shumë mira, me komente shumë mira dhe me vlerësim shumë mirë. Përse? Se kur e kam filluar këngën të punoj, e kam dërguar miqve mi që bashkëpunoj me pjesën e videoklipit, teshave, gjithë shka që bëhet fjalë, për tek një muzikë që përmbyllen, që hinë videoklipi, teksti, teshat, kjo vendi, lokacioni. Montazha që një qinë misene realisht. Po, kom thonë, te kjo këngë do dua të jem edhe unë, po edhe ju, 100% të fokusuar.